E cilat janë ato sjellje të çuditshme ose ndryshe që duhet të shqetësohemi që të vinë të kërkojmë ndihmë tek terapisti stimulues, Blerta? Tash për shembull varet edhe se çka quhen sjellje të çuditshme. Para gjykojmë shpesh nga frika, nga ato çka lexojmë, nga ato çka dëgjojmë. Po, fatkeqësisht. Unë besoj që ki edhe shumë raste që vinë veç nga shqetësimi dhe ti i çet në seancën e parë thu çdo gjë është në rregull me fëmin. Fatkeqësisht po ka shumë vende me lexu dhe çdo se po na shtim me pas frika, po na japin dyshime si prindër, edhe një farë po japin një farë lloj ankthi tek prindërit. Se çka nëse është që kjo vështirësi, çka ka me bën tutje. Domethënë automatikisht po është një blokadë për ta. Natyrisht që kur fëmijët kanë ndonjë vështirësi, faza më problematike ose më mundimshme për prindër është pranimi, që natyrisht nuk është e lehtë, edhe nuk është pranimi i menjëhershëm, ndoshta shkon një periudhë gjatë kohore. Jo vetëm pranimi i njërit prind, po pranimi i të dy prindërve është shumë problem, se ndoshta mbase njëri kundërshton tjetrin, do mi donin edhe pak kohë fëmijës, që në mendjen e tij ose të saj është mirë, por ana tjetër po rritet fëmia për shkak aspekti kohor i moshës. Edhe disa çështje me moshën që duhet me arrit. Normal nuk ka një vul që po do të më kryej këta çdo brenda asaj moshe. Por janë disa çështje që duhet me u përmbush. Po kur vjen për shembull me sjellje përsëritse, që ne thonë sjellje stereotipe. Kur vjen me sjellje që ata potencojnë zakonisht që thojnë prindet me impulsivitet, me agresivitet, tantrume, që normalisht për ta është shqetësuese shumë, por ana tjetër na sikur terapist që jemi stimulimit kur fëmia ka mungesë komunikimit verbal, normal që fëmia ka me bëj sjellje që nuk është duke u kuptuar prej tjetrit. Edhe brenda çdo sjellje është një fjalë, është një diçka që nuk po kuptohem edhe ka më mundu me bë me gjeste, me bë me një reagim që unë po kërkoj diçka dhe unë po du diçka. Gjithmonë kur kemi të bëjmë me fëmijë do të pas shumë parasysh gjuhën e trupit, gjestet që ata duhet mi përdor. Edhe normalisht që fazat e para të seancave është më shumë që përmes gjesteve me kuptu fëmia. Një ndër më të rëndësishmet është bërit me gisht. Kur një fëmijë bjen një moshë mbi 3 vjeç dhe akoma të bërit me gisht nuk është në pa, nuk e theksohet, atë normalisht është shumë shqetësuese dhe prindër, po ka shumica prindërve që e kanë si shqetësim këtë pjesë. Disa ndoshta mund me lënë, po nuk më ka shku mendja, por realisht fakti është që ndoshta nuk ju ka shku mendja. Ndoshta duke pa pjesë tjera ose duke pa dinamikën e jetës që është shumë problematike, edhe kanë ju mbet disa në harres. Po kur fillon fëmia, një ndër faza që është komunikimi, nuk po flet. Nuk po flet, por rëndë që për mua ka njerë është e dhëmshme edhe ndoshta edhe rëndë kur disa fëmijë nuk e di kush është prindi. Edhe pse besoj që s'ka prind që si ta vazhdimisht ja te mami, ja te babi, është e vazhdueshme, por ka nevojë fëmia pak më shumë nxitje. Pse ndodh kjo vlerë? Normalisht kjo vjen në pa vështirësitë në rrugëllimore. Edhe domethënë kapaciteti, aftësia e fëmijës për me përthi sa më shumë këtë informacion, këtë fjalë, këtë shprehje që vazhdimisht ka me ndëgju. Gjithmonë puna me fëmijë nuk është vetëm një orë ose 2 orë për është ditore, që më konë afër ti, për çdo sel që na do të me boda, do të me fol. Me një anë fatmirësisht ndoshta është një kohë moderne që po janë prindërit familje ngushtë, po janë vetë me fëmijët dhe kanë një kohë minimalisht me ta, por të paktën mundet me bëj gjithçka me ta dhe për ta. Shpesh që i thon prindërve që eksploroni bashkë me ta, luni bashkë me ta, bëni kopsh me ta, imitoni bashkë ato. Që fëmia me kuptu që jo vetëm na do të një po bashkë me prindin këna me bëjë ndonjë lojë. Normalisht që këto janë çështje shumë të dhëmshme, të vështira për një prind për me pa mangësitë e fëmijës përgjatë rritjes. Por një fat i mirë edhe pse ne jemi kundër krahasimeve, por mbase krahasimet e vinë atë pikë që prindri më konë më shpejt kërkues ndihmës profesionale nga profesionistë të ndryshëm. Unë gjithmonë them mos krahasojmë, por kur tregojnë ata sikur e kom pa fëmijën e motrës ose fëmijën e vllaut, jërmoshatar, ata e kanë bërë këtë pjesë, por ky fëmia nuk i ka bërë këtë detyrë, këtë moshë nuk i ka arrit. Kjo me një anë është e mirë, se jep një qartësim tek tjetri që të marrë një hap më të shpejtë. Të paktën interesohem. Sepse pavarësisht që nuk bëhet fjalë që duhet i krahasohen fëmijët, sepse ka fëmijë, unë 2 djem kam, njëri ka ecë shumë herët, tjetri ka ecë pak më vonë, njëri ka fol shumë herët, tjetri ka folë shumë vonë. Domethënë, një krahasim, një ndryshim i madh, po që janë dy njerëz të ndryshëm, dhe këta nuk duhet ta bëjmë. Por po, ndryshimet e rregullta të cilat i përmende, duhet i përcjellim, edhe pse jo t'i marrim për bazë.